Lideri konservator gjerman Friedrich Merz u zgjodh kancelari i Gjermanisë nga Parlamenti Federal Bundestag në raundin e dytë. Në votimin e fshehtë ai mori 325 vota pro, nga 16 vota që i duheshin. Grupet parlamentare të koalicionit CDU, CSU dhe SPD kanë 328 vende në Bundestag. Suksesi erdhi pasi më parë aleanca CDU-CSU me Socialdemokratët SPD papritur nuk arritën shumicën e nevojshme absolute për kancelarin në përpjekjen e parë. Ju falenderoj për besimin dhe e pranoj zgjedhjen, deklaroi Friedrich Merz. Pasi u pyet nga presidentja e Bundestagut, Julia Klöckner, a e pranon zgjedhjen. Më pas Merz shkoi në pallatin Bellevue ku mori emërimin si kancelar nga presidenti Steinmeier, që më pas dekretoi zyrtarisht dhe 17 ministrat e qeverisë. Unë betohem se do t'ja kushtoj fuqinë time mirëqenies së popullit gjerman, të shtoj dobit për ta, ta mbroj atë nga dëmët, do të ruaj dhe mbroj ligjin themelor dhe ligjet e federatës, do t'i plotësoj me ndërgjegje detyrimet e mia dhe do të ushtroj drejtësi përballë të gjithëve. Më ndihmo Zot, ka Merz gjatë betimit në Bundestag si kancelar.